Ka përfunduar tashmë në total rehabilitimi një prej segmenteve rrugor në brendësitë e lagjes së 10 Koriku, në aksin i cili nis nga rruga e Centrales, pjesa unazës së madhe të qytetit, kalon pranë godinës së shërbimit informativ shtetëror në Vlorë, për të përfunduar në brendësitë të bllokut të banimit. Ka përfunduar tashmë asfaltimi total i saj në të gjithë gjatësinë e segmentit. Projekti rehabilitues është kryer në një segment rrugor që përgjatë viteve të fundit ka qenë totalisht i harruar. Një rrugë mes gropave të shumta, plot pluhur e me balt, i kthyer në problem përditshmërie për banorët e zonës. Si rrjedhojë e rehabilitimit të kësaj rruge, kanë përfituar 10 familje që jetojnë në këtë zonë, por krahas familjeve që jetojnë aty përfitojnë çdo ditë 10 persona, të cilët marrin shërbim në qendrën komunitare. Persona këta që shfaqin probleme të shëndetit mendor, si dhe familjar të tyre që kalojnë në zonë, të cilët më herët përballeshin me baltën dhe pluhurin, derisa tashmë kalojnë në asfalt. Ky është një projekt i cili realizohet nga Bashkia e Vlorës, përfshirë në buxhetin e vitit të 2025. Fondet për realizimin e tij u përcaktuan në planin për asfaltim dhe rehabilitim të disa segmenteve rrugore në qytet për këtë vit. Bëhet fjalë për një projekt, pjesë të cilit tashmë në zonë është realizuar vetëm rehabilitimi, si dhe asfaltimi i segmentit rrugor, ndërsa pritet që në vimësi, sipas informacioneve, të ketë në zonë realizim të projekteve të tjera, të cilët do të garantojnë vendosjen e ndriçimit rrugor, si dhe ndërhyrje në sistemin e kanalizimeve, po ashtu në sistemin e kanaleve kulluese të ujrave të bardha të shiut.